Mirëmbrëma të gjithëve. Sot kemi një temë shumë interesante ku do flasim për zgjimin shpirtëror në kaos. Okej. Mirëmbrëma dhe njerë. Uroj dhe dëshiroj t'jeni të gjithë mirë. Nido, faleminderit. Rudina, mirëmbrëma, dashuri. Atëherë, sonte kam zgjedhur një temë, pra zgjimi shpirtëror në kaos. Sepse dua të ndalem në disa gjëra sa i përket zgjimit shpirtëror. Çfarë po ndodh me botën, pse për disa po duket e pasigurt, pse disa e kanë kthy fokusin tek lufta, tek gjëra të ndryshme, dhe dua ta shpjegoj gjithmonë sipas spiritualitetit. Okej, shpresoj të na bashkojnë dhe të tjerë. Por do shumë interesante sepse dua të ndalem, siç e thash, më shumë tek pjesa e zgjimit shpirtëror, se çka është dhe se si ndikon në jetën tonë. Atëherë, gjithsesi, le të fillojmë avash, sa të na bashkohet edhe dikush tjetër nëse dëshiron, nëse nuk dëshiron prapë është okej. Sepse jo të gjithë mund të rezonojmë ose jo të gjithë mund të jemi gati për të dëgjuar disa tema apo disa ngjarje të jetës tonë, kështu që është okej. Prapse gjithçka është e pranueshme. Atëherë, dua të ndalem pak tek pjesa se si na ndodh zgjimi shpirtëror dhe pse disa njerëz e marrin me frikë. Tek pjesa e zgjimit shpirtëror duhet ta dini që jo të gjithë janë gati, jo të gjithë janë në këtë botë, në këtë dimension për të zgjuar shpirtërisht dhe për të vazhduar një udhtim shpirtëror ose për të ndryshuar diçka në jetën e tyre. Disa njerëz thjesht kanë zgjedhur një rol të caktuar, një jetë të caktuar, thjesht të kenë një rol ose një vëmendje të veçantë, pra nuk janë këtu për të zgjuar shpirtërisht. Tek zgjimi shpirtëror duhet të ndalem sepse shumë njerëz kur ndodhin disa shkundje dhe prandaj thash zgjimi shpirtëror në kaos. Jo të gjithë janë të thirrur për këtë pjesë, pra disa e marrin që është një kaos, po ndodh diçka e keqe, për shembull njerëzit të cilët po përjetojnë qoftë një ndarje në martesë apo po përballen me disa sfida të tjera siç janë stresi, depresioni, ankthi dhe tjerë. Pra kjo është thirrja e parë ku ti e kupton që je në një zgjim shpirtëror. Shumë njerëz veprojnë dhe mendojnë që në këto raste duhet të vrapojmë tek doktori, duhet të vrapojmë tek medikamentet dhe shumë gjëra të tjera. Por asnjëri, ose më saktë, janë shumë të pakët ata të cilët ndalen dhe mendojnë dhe veprojnë siç duhet. Pra, nuk të ndalësh ti, të ndalësh veten tënde dhe të dëgjosh emocionet e tua, të dëgjosh atë çfarë shpirti po të thotë, të dëgjosh veten, të dëgjosh lodhjen tënde, të dëgjosh fizikun tënd, janë shumë të pakët ata që e bëjnë, për mos me thënë hiq. Të gjithë vrapojnë pas diçkaje e cila ka patur rezultat për dikë. Pra, nëse dikush, një familjar ose një shok apo një shoqe na thotë që okej, unë kam shku te ky hoxha, unë kam shku te ky prifti, unë kam pa letrat e tjera, fillojmë të besojmë se mund të kemi të njëjtin rezultat, por duhet të dini që disa gjëra që ndikojnë ose disa gjëra që motivojnë dikë tjetër nuk mund të jenë për të gjithë njësoj. Prandaj duhet të jemi shumë vigjilent në këtë pjesë. Disa sfida në jetë vetvetiut shpirti jon i zgjedh sepse dëshiron që të ketë një zgjim shpirtëror, pra janë disa gjëra të cilat e rrisin, e motivojnë dhe e bëjnë gjithmonë më të fortë.
Zgjimi shpirtëror nuk do të thotë që ti duhet të jesh gjithmonë pozitiv dhe gjithmonë i nënshtruar. Zgjimi shpirtëror do të thotë kur ti i ndjen emocionet e tua, i pranon dhe dëshiron që ti shërosh dhe ti nxjerrësh më lart, pra të dalësh si thush nga shkalla 1 tek shkalla 10. Zgjimi shpirtëror është momenti kur ti fillon dhe mendon me veten tënde se kush jam, pse jam, çfarë po kërkoj, çfarë po më ndodh, pse nuk po e dëgjoj veten time, pse nuk po dëgjoj emocionet e mia. Pra, nuk do të thotë që ne duhet të vrapojmë nga diçka që ka funksionu. Për shembull, edhe meditimi mund të funksionojë për disa, por nuk funksionon për të gjithë. Gjithashtu edhe bioenergjia, gjithashtu edhe shumë gjërat e tjera që për dike kanë qenë shumë të rëndësishme, për dike tjetër nuk mund të jenë njësoj. Pra, jo të gjithë kemi të njëjtin rrugë dhe të njëjtin udhtim. Luiza, mirëmbrëma Madrid. Gjithmonë zgjimi shpirtëror na fillon me dhimbje. Pra, është gjaja e parë që ne fillojmë të zgjohemi shpirtërisht, të gjithë zgjohen, ose është një teori e cila thotë nëse ne nuk zgjohemi nga dashuria, do zgjohemi nga dhimbja. Dhe unë e besoj shumë fort dhe e di që kjo është e vërtet. Pra, nëse ne diçka nuk i kemi dhënë rëndësi, qoftë shpirtit, qoftë ndjenjave tona, qoftë emocioneve tona, duam apo s'duam, do e kalojmë me dhimbje. Është pjesa ku ne duhet të reflektojmë dhe të kthehemi pak tek vetja jonë. Pra, fokusin që e kishim për jashta, ta kthejmë tek vetja. Dashurinë që jemi mundu ta gjejmë diku tjetër, ta gjejmë tek vetja. Okej? Faktikisht janë disa gjëra që nëse neve nuk na rezonojnë, fillojnë të na dhëmbin. Për shembull, mund të kemi patur një shok, një mik, një koleg të cilin e kemi vlerësuar jashtëzakonisht shumë, sepse kemi qenë dhe ne paka shumë në të njëjtën energji, në të njëjtën rezonancë, dhe pas disa kohësh e shikojmë që ne nuk rezonojmë më me këto persona, sepse mund të jenë disa gjëra të cilat nuk na pëlqejnë më, pra nuk na argëtojnë më, dhe kjo fillon të na dhëmbi. Fillon të na dhëmbi sepse mendojmë se po na mungon diçka. Okej? Fillojnë të na dhëmbin sepse ne në një farë kohë kemi qenë në të njëjtën rezonancë me këto tip personash dhe tani po shikojmë që faktikisht këto lloj lidhjesh të cilat i kemi bërë me persona të ndryshëm kanë qenë thjesht të momentit dhe të ndjenjave që ne ishim. Negji, mirëmbrëma Madrid, mirë se je këtu. Atëherë, ajo që nuk vlen më për ty, fillon të jep një gjendje mbytjeje. Pra, nëse ti nuk po përshtatesh më me mentalitetin, nëse ti nuk po përshtatesh më me zakonet, me ligjet, me jetën, me punën, me kolegët e tjerë, fillon të t'jap ndjesi mbytëse. Dhe kjo tregon që është pjesa ku ti duhet ta kuptosh veten ose të heqësh dorë. Dhe shumë persona këtu thojnë, okej, unë i kam këto emocione, por prapse prap dua të vazhdoj. Unë i kam këto ndjesi, por prapse prap dua të vazhdoj. Pse? Sepse dëshirojnë që t'i shtypin këto emocione, t'i mbajnë nga brenda dhe të vazhdojnë sepse u intereson ndoshta pjesa ekonomike, ndoshta ambienti, ndoshta pozicioni i punës, ndoshta kjo lloj shoqërie etj, por e para që këtu ka rëndësi është vetëm vetja jote, janë emocionet e tua. Çdo emocion i cili na vjen për një lloj arsye dhe na zgjon diçka tek ne. Okej? Pra, ndjesia e lodhjes së përditshme, ndjesia e lodhjes së përhershme nuk të vjen kot. Tensioni i lartë nuk të vjen kot. Dhimbja e kokës nuk të vjen kot. Pra, siç e kemi thënë, vërtet na dhëmbin mendimet, por nëse ne gjithë ditën flem me mendime, zgjohemi me mendime, me idenë që o duhet të shkoj prapë në punë, më fal, çka po i bën vetes? Okej? Pra, dhimbja e kokës sa vjen dhe bëhet kronike. Pastaj mos harroni se disa gjëra janë aq shumë psikologjike, na janë bërë shumë programe, sa nganjëherë edhe trupi jonë është mësuar me to, edhe mendja jonë është mësuar me to, sa e ka shumë të vështirë që të heqë dorë. Okej?
Pse e kam quajtur live-in e sotshëm zgjimi shpirtëror në kaos? Sepse zgjimi shpirtëror vërtet për shumë njerëz është kaos. Është pjesa ku ti bie shumë poshtë emocionalisht, është pjesa ku ti fillon dhe i fillon gjërat nga e para, është pjesa ku ti ndjen dhimbjen, është pjesa ku ti ndjen frikën, ku ti ndjen emocionet e tua, ku ti ndjen nevojen për qëndruar me veten tënde, ku ti kërkon ndihmë nga çdo kush, por nga askush nuk e gjen, vetëm e gjen tek vetja jote. Prandaj e kam quajtur këtë pjesë sepse dua të ndalem. Sinqerisht nuk e kam bën ndonjëherë si live, por sonte dua të ndalem te kjo pjesë. Është pjesa ku shpirti fillon të mos pranoj ma gënjeshtrat, të mos pranoj ma suggestionet që i kemi marrë, të mos pranoj ma zakonet të cilat deri në këtë farë pike ne kanë imponu me pak fjalë. Është pjesa ku ne fillojmë të ngrihemi, por nuk dim nga ku, pa patur një shkundje të fortë, një shkundje e cila vërtet na ul shumë poshtë, por na zgjon shumë më lart, na jep një mundësi tjetër për jetën, na jep një pikpamje tjetër, një këndvështrim tjetër. Nganjëherë është pjesa ku shumë njerëz, edhe pse mund të kesh shumë njerëz në familje, në shoqëri, je mes njerëzve, por ti fillon të ndjesh vetëm. Shpeshherë të duket sikur nuk i përket asaj shoqërie, nuk i përket atij ambienti, nuk i përket asaj familje. Pse? Sepse frekuencat e tua fillojnë të rriten, ndërsa personat e tjerë, nëse nuk kanë punu me veten, janë po aty ku ishin, janë po ata që ishin. Dhe jo të gjithë mund na vinë nga mbrapa. Duhet jemi shumë mirënjohës dhe shumë falendërues tek personat të cilët vendosin të na vinë nga mbrapa, vendosin të ndjekin rrugën shpirtërore dhe vendosin që këtë kaosin e vogël ta përjetojnë. Nuk është fundi, është fundi i egos, në këtë rast është fundi i egos, por është rritja e shpirtit. Mirëmbrëma dhe unë iki me shumë pa dëshirë në punë, por bashkëshorti nuk më kupton dhe më pengon të lë punën sepse kam një pozicion të mirë. Anisa, automatikisht duhet lënë. Në këtë rast nuk duhet marrësh sabotim nga bashkëshorti apo nga dikush tjetër. Ti mund të kesh një pozicion më të mirë, por gjithçka që ti e merr si ngarkesë, ndoshta pas 2 viteve, pas 5 viteve, pas 10 viteve, ti e krijon në smundje tek vetja jote. Prandaj e thash, personi i parë që ka rëndësi në këtë botë je ti. Personi që ti duhet të kuptosh je prap ti. Personi që duhet të duash je prap ti. Edhe bashkëshorti, edhe tjetri do vini pikë, do vini moment ku do zgjedhin jetën e tyre, do bëjnë jetën e tyre. Okej? Duhet të dish diçka. Është pjesa ku e keni vure diçka, për shembull në Shqipërinë tonë të bukur ndodh shpesh ku nëse i ndodh diçka gruas, bashkëshorti sërish martohet. Nëse i ndodh diçka, bashkëshortit janë shumë pak ato femra që vazhdojnë prap jetën. Pse? Sepse ashtu e kanë marrë mentalitetin dhe ashtu mendojnë dhe ashtu veprojnë. Jo, në këtë rast Anis janë disa kufi të shëndetshëm që është e nevojshme t'i vendosësh edhe me bashkëshortin edhe me këdo tjetër. Okej? Më merr shumë energji puna dhe energjia ime nuk përputhet më me kolegët e mi. Yes, Anis, këtu ti ke pikërisht këtë që unë sapo fola më lart. Pra vjen një moment ku ti nuk rezonon ma, nuk rezonon me kolegët, nuk rezonon me sistemin e punës, nuk rezonon me atë që ka thojnë ato. Pse? Sepse në një farë pike ty të kanë shërby. Thjesht, ndoshta në moment që ti ke gjetë këtë punë dhe ke kërkuar këtë punë, ka qenë si thush shpëtimi i momentit, pra ka qenë pjesa ku ti e ke pas si nevojë, qoftë ekonomike, qoftë emocionale, për të lidhur me këto njerëz, për të qenë shumë për një farë kohë. Por çdo person që vjen në jetën tonë vjen për një farë kohë dhe duhet respektuar për një farë kohë. Asnjë në rrugtimin tonë, qoftë shpirtëror, qoftë fizik, qoftë mendor, nuk është i përjetshëm. Të gjithë e kanë një fund. Prandaj njerëzit duhet t'i falenderojmë për aq kohë sa na kanë shërbyer dhe u kemi shërbyer. Pra, për aq kohë sa na janë nevojitur dhe ju jemi nevojitur. Sepse gjithmonë qoftë shoqëria, qoftë familja, gjithçka është këmbim energjie.
Okej? Shpresoj të kem qenë e qartë. Unë do të sugjeroja që të krijosh disa kufi të shëndetshëm me të shoq, ti thuash që është e drejta ime, po punoj unë, po vendos unë dhe për mua është lodhje. Okej? Mos vepro dhe mos prit që këto lodhje të kthehen në sëmundje fizike. Se është nganjëherë shkaku është më i rëndë kur ne nuk e dëgjojmë ose kur ne nuk veprojmë. Pastaj kur na vjen pasoja, nuk të duhet më shkaku, sepse ndodhi. Okej? Pra, është një shprehje që thot, e kemi në Shkodër që themi dhinë që e ka hangër ruku nuk e zën më gjarpri. Okej? Është shprehje shumë e bukur, sepse mu më ka motivu shumë. Mu herë pas herë më ka dhënë një motivim për të reflektu nga njerë. Pra, nëse diçka ndodh, gjithmonë ne kemi tendencën që të shkojmë, e thash dhe njëherë, gjithmonë të shkojmë tek pjesa medikamenteve, tek pjesa doktorave, por janë shumë të rralla ato që vendosin të rigjenerojnë veten, të dëgjojnë shpirtin e tyre, emocionet. Të gjithë jemi këtu për të mësuar, të gjithë po rritemi çdo ditë, por nuk jemi kurrë të përjetshëm. Prandaj, për aq kohë sa ne vendosim të kemi një trup fizik në këtë botë tredimensionale, në këtë botë fizike, le të bëjmë më të mirën që të rritemi bashkë me shpirtin. Pastaj mos t'ia vëmë fajin shpirtit, që shpirti nuk po na dëgjon, shpirti nuk po na përgjigjet kur ne jemi të parët që t'i hapim derën, Okej, nëse ka diçka tjetër mund të përgjigjem, nëse jo, mund të vazhdojmë me pjesën tjetër. Atëherë, duhet të ndalem të një pikë tjetër. Pra, kaosi në rrugtimin shpirtëror, a është i domosdoshëm? Po, është i domosdoshëm. Siç e thash edhe më lart, nëse disa njerëz nuk zgjohen nga dashuria, nga nevoja për të zgjuar, nga zhvillimi i tyre, nga dëshira, dhe nëse vërtet nuk janë thirrur shpirtërisht, do zgjohen nga dhimbjet. Sepse duhet të shkunden disa struktura të vjetra në jetën tonë që ne t'i spostojmë ata dhe të dalim më lart, të rritemi më lart. Anis, atëherë, marrja e vendimeve gjithmonë na lidhet me pjesën që nuk kemi besim tek vetja. Okej? Pra nuk i besojmë sa duhet vetës, sepse është pjesa që ti vërtet dëshiron që të marrësh një vendim, vërtet dëshiron që të ndrosh një punë, një pozicion tjetër, por gjithmonë pyet e veten, a mos po e don egoja këtë pjesë apo po e don ti? Okej? Pra, është pjesa ku ti nuk merr dot vendime, kjo tregon që ti nuk ke besim tek vetja, pra ti nuk jep përparësi vetes. Dhe personat që nuk kanë besim tek vetja nuk marrin dot asnjë vendim. Personat të cilët kanë një varësi emocionale, prap nuk marrin dot një vendim. Për shembull, në këtë rast, shikon nëse varësia jote emocionale lidhet me burrin apo me punën, apo me pjesën ekonomike, apo me pozicionin që ti ke. Okej, futu pak më thellë, shiko. Nëse për shembull të del tek pjesa e burrit, është tjetër gjë. Nëse të del tek pjesa e egos, duhet ta heqësh. Pra gjithmonë duhet kërkosh tek kjo pjesë. Valbona, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Pierina, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Pra, siç po thoja, kaosi në këtë pjesë është i domosdoshëm, sepse duhet të na shkunden disa themelet e vjetra, disa strukturat e vjetra, disa faza në të cilet i kemi kaluar më para, jemi përshtat më para, dhe disa gjëra të cilat duhet të përdor një term, edhe pse është pak i rënd, por këto vdekjet e egos nganjëherë na duhen. Sepse sa herë që vdes egoja, ne rilindim. Sa herë që egoja jon vendos të pauzoj, të hesht, ne gjithmonë bëhemi më të mëdhej shpirtërisht.
okay? Tu tregon që japim përparësi shpirtit, tu tregon që ne jemi të lidhur me shpirtin. Keti, bravo, Keti thot një version tjetër, për shembull. Unë për shembull e marr vendimin, por me vete them mos kam bërë ndonjë gabim. Jo, asgjë nuk është gabim nëse të bën të lumtur. Stakoje këtë pjesë. Gjithmonë kujtoja vetes, diçka që të bën të lumtur, asnjëherë nuk është gabim. Vendimet duhet i marrësh ti. Prandaj është kjo shpreha që të jesh i zoti i vetes, të jesh i zoti i mendimeve të tua, të jesh i zoti i forcës tënde, i energjisë tënde, i pasioneve të tua, i punës tënde, i gjithçkajit tëndes. Sepse e thash dhe më lart, ne jemi në një trup fizik, por nuk jemi të përjetshëm. Nuk kemi kohë që t'i bëjmë gjithë lumtur. Thjesht nuk kemi kohë, jo sepse nuk duam, por nuk kemi kohë. Ne nuk do rezonojmë me çdo person që do takojmë rrugë, me çdo person që mendojmë që nuk duhet ta lëndojmë, mendojmë që duhet i shkojmë pas mendjes etj. Këtu jemi e para që të lidhemi me shpirtin ton dhe e dyta të bëjmë veten tonë të lumtur. Nëse ne nuk jemi, shiko, është një shprehje e cila thot qesh i botës dhe bota do qesh me ty, qaj dhe do jesh vetëm. Pra, sa herë që ti qan, janë shumë pak të persona që qajnë me ty, por nëse ti zgjohesh mëngjes dhe fillon ti buzëqeshësh apo të qeshësh të gjithë do ta kthejnë, sepse lind kjo pjesa që e qeshur është ngjitse, nëse ka pyetje, ose në të kundërtën vazhdojmë prap. Atëherë, kur ne jemi në një kaos shpirtëror, gjithmonë na lindin disa pyetje, të cilat as vetë nuk dim t'u japim një kuptim të saktë. Për shembull, siç është pyetja kush jam unë. Pra, gjithmonë duhet t'ja bësh pyetje vetes kush je ti. Kush je ti, për shembull, pa këtë familje. Kush je ti pa këto pritshmëri të tjerëve. Kush je ti pa vendimet e të tjerëve? Kush je ti pa zakonet e të tjerëve? Kush je ti pa veten tënde të vjetër? Pra, gjithmonë janë disa pyetje shumë të thella që nëse ne i shkruajmë tani dhe i përsërisim, për shembull, ose thjesht i hedhim një sy fletores apo bllokut apo librit apo ku i keni shkruar, ti pas 3 vitesh apo pas 5 vitesh shikon se sa ke ndryshuar, pra dhe të duket e çuditshme, kjo më ka ndodhur dhe mua. Dhe gjithmonë unë alsha thosha, wow, si ka mundësi që unë kam menduar në këtë formë? Si ka mundësi që unë personalisht kam dhënë këto lloj përshtypjesh? Si ka mundësi që unë kam vendosur ose kam qenë në këto lloj emocionesh? Është krejt normale, sa më shumë që rritesh, sa më shumë që ti rrit frekuencat, aq më shumë shikon që edhe me përgjigjet e tua ti nuk rezonon, edhe me veten tënde të dikushme ti nuk rezonon më. Pse? Sepse ti je dikush tjetër sot. Prandaj jemi çdo ditë në ndryshim, prandaj jemi çdo ditë në mësim, prandaj jemi çdo ditë duke u rritur. Dua të ndalem dhe në një pikë tjetër, sepse jemi pikërisht në fazën ku edhe disa martesa shumë vjeçare, disa martesa, disa lidhje të forta, disa ngjarje të cilat po ndodhin kohën e fundit dhe vetëm sa po shtohen më shumë. Vetëm sa po shtohen më shumë dhe shumë njerëz po çuditen, thonë si ka mundësi pikërisht në këtë kohë, si ka mundësi që kam një lidhje 20 vjeçare, një lidhje 30 vjeçare, një lidhje 50 vjeçare dhe unë thot kam arrit në një pikë ku du të ndajem me burrin, me gruan etj. Ose me shumë njerëz me të cilat kam punuar dhe thonë, unë bashkëshortin ose bashkëshortin e kam dashur shumë, kam patur një raport të jashtëzakonshëm me te, por erdhi pjesa që nuk e kuptova sepse ndodhen disa konflikte ose jemi nda pa arsye. Shumë lidhje këto ndodhin sepse shumë lidhje janë të ndërtuara mbi mungesën e vetdashurisë. Janë të ndërtuara nga frika e vetmisë, nga nevoja emocionale. Marrëdhëniet, sidomos marrëdhëniet e pa vetëdijshme, marrëdhëniet e kufizuara,
marrëdhënie të cilat nuk kanë patur një bazë, një themel të fortë. Zgjimi shpirtëror zakonisht dashuritë e forta nuk i shkatron kurrë, por këto dashuri të cilat janë ndërtuar mbi varësinë emocionale, janë ndërtuar mbi nevojën për mos të ndjerë vetëm, janë ndërtuar mbi nevojën për të patur një person, por pa e ditur se kush është personi. Duhet të dini që në një fazë tjetër kur ju keni vendosur të keni një raport martesor, një raport dashuror, një lidhje, ju keni rezonu me këto persona, sepse ka qenë pjesa që ju ka përmbush, ka qenë pjesa që ka qenë më e mira kjo zgjidhje. Edhe tani vjen koha ku ti thu si ka mundësi sepse nuk po e njoh ma partnerin. Pse po ndodh? Këto janë pjesa ku ti kërkon më thellë, ku ti fillon të rritesh dhe partneri nuk është gati të të ndjek nga mbrapa. Nuk është gati të ndryshoj, as për hir tëndin, as për hir të familjes, as për hir të fëmijëve. Pra atij pëlqen ajo pjesa e cila ai ka ndërtuar. Dhe kjo nuk është mirë, kjo është pjesa ku raportet fillojnë të ndalin, raportet fillojnë mos ta kuptosh, sepse ti vetë nuk, si ti thush, nuk duron ma pjesën si përfaqësore, nuk dëshiron ma të jetosh për botën, por dëshiron të jetosh për veten. Nuk shtiresh ma, pra nuk bën sikur ti e don dhe ndjen një person, por thjesht merr një vendim dhe i jep drejtim jetës tënde. Okay? Duhet të dini gjithmonë martesat e pavetëdijshme, martesat e cilat janë ndërtuar në një bazë emocionale shumë të ulët shkatrohen. Dashuritë e vërteta të cilat i kanë rrënjët e forta vetëm forcohen, dashuritë e vërteta vetëm rigjenerohen, dalin lart dhe më lart. Jo çdo dashuri që ne kemi krijuar gjatë jetës ose çdo partner që kemi patur gjatë jetës ka qenë ai duhuri. Na ka shërby dhe i kemi shërby për një farë kohe, për një farë momenti, sepse kemi qenë si tush në emocione të përbashkëta, kemi qenë në rezonancat e përbashkëta, kemi qenë tek ajo pjesa e emocioneve të ulta, emocioneve të pashpjegueshme edhe me veten tonë. Okej, prandaj domethënë nuk duhet të fajsoni partnerin apo të fajsoni veten në këtë lloj rastesh, sepse gjithçka ndodh për më të mirën e mundshme. Nuk duhet të keni frikë, thash dhe më parë, jo të gjithë janë të ju ndjekun ju, jo të gjithë janë të hedhin hapa për ju dhe jo të gjithë janë këtu për të ndryshuar. Disa njerëz marrin disa role thjesht pasive, disa njerëz thjesht marrin një rol thjesht të jetojnë, të jenë këtu. Okej? Prandaj nuk duhet i fajsojmë. Duhet ja kujtoni vetës gjithmonë, jo çdo lidhje është dështim. Çdo lidhje që përfundon duhet t'ja jepni vetës si motiv që unë do ringrihem. Mundohi që të merrni mësime nga këto lidhje. Mundohi që të merrni pjesën më të fortë, të gjeni forcën brenda vetës dhe të jeni të zotë e vetës, të zotë asaj çka vërtet përfundoi. Diçka që nuk është e juaja, ju nuk mund ta mbani me zor, sepse kjo është një dhunë emocionale. Kështu që më mirë lërni që të shkojë. Atëherë, dua të ndalem pak edhe tek pjesa e familjes, pra pse në këtë lloj faze, ose kur fillon të ndodh kauzi shpirtëror, disa familje ose disa familjarë vendosin që të largohen, ose vendosin që të mbajnë disa distanca etj. Valbona thot, po energjia jo ndikon në antarët e tjerë të familjes, mbas jemi zgjuar, sigurisht që ndikon, sigurisht që është diçka të cilët e motivojmë, por nëse tjetri nuk është thirrur për një zgjim shpirtëror ose të rrisë frekuencat e tij siç i ke bërë ti, ne nuk mund ta imponojmë.
okay? Rrugët janë të ndara, sidomos kur një lidhje martesore ose një lidhje dashurore është nga frika, nga vetmia, është thjesht një lidhje nevoje ose varësi emocionale. Këto lloj lidhjesh, domethënë, kanë luhati. Nëse personi tjetër është gati, partneri të të ndjek, asgjë nuk ndodh, përkundër i forcojnë më shumë. Atëherë, siç e thash, duhet të ndalem tek pjesa e familjes. Pra, kur kemi këtë kaosin shpirtëror, shumë familjar ose shumë gjëra fillojnë të ndodhin edhe tek familja jonë. Fillojnë të ndodhin edhe tek pjesa ku themi si ka mundësi që nuk po duroj më vllajën, nuk po duroj dot motrën, nuk po duroj dot nonën, babën etj. Duhet të dini, dhe e kam thënë edhe kur kishim 9 netët e radhës, e kam thënë dhe vazhdoj ta them. Familja ka karmen më të madhe. Me çdo familjar ne kemi karmen më të vështirë dhe më të madhe. Okay? Shumë njerëz duhet ta kuptojnë që duhet t'i lëmë të lirë, qofshin familjar, qofshin gjithçka. Nuk jemi këtu për të zotruar dhe nuk jemi këtu për të ndryshuar mendjet e tjerëve dhe nuk jemi këtu për t'ju mbush mendjen të tjerëve. Okay? Nëse një person, për shembull, nuk është i thirrur tek zgjimi shpirtëror dhe nëse lidhjet familjare nuk janë të bazuara tek pjesa të japësh dashuri pa kushte, të japësh mirësi pa kushte, të japësh dashuri pa interes, nuk kanë mbajtje të fajt, nuk kanë dhunë psikologjike, fizike, shpirtërore, këto raporte fillojnë që të forcohen, të bën një bazë familjare shumë e fortë, shumë e mirë, shumë e gjallë. Por zgjimi shpirtëror gjithmonë na sjell disa kufi, disa distanca të shëndetshme. Pra, vendosim t'i japim fokus brenda, të kthejmë fokusin brenda, t'i kthejmë nevojat të munguara nga familjar dhe nga rrethi tjetër, sa fillojmë vetvetiu të kemi disa distanca dhe themi pse po më ndodh kjo mu. Faktikisht nuk është problemi juaj, është pjesa që nuk po ndjeni ma tek zona juaj e komfortit. Është pjesa që ju nuk po ndjeni ma të plotësuar, nuk e keni ma nevojen tek pjesa e familjes, sepse, siç e thash, tek pjesa e familjes është karma më e fortë. Ju vendosni disa distanca të shëndetshme. Të largohesh nga persona nuk do të thotë që është fundi, do të thotë që është pjesa ku ti i jep përparësi vetes, i jep respekt vetes, i jep vetes një forcë tjetër, i jep vetes një pikpamje tjetër. Okay? Limoza, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Vetëm të thirrurit zgjohen në këtë jetë apo edhe të tjerë? Jorut, në këtë jetë zgjohen të gjithë ata të cilët e para janë të thirrur shpirtërisht, zgjohen të gjithë ata të cilët e ndjejnë nevojën për të lidhur me veten, zgjohen të gjithë ata të cilët janë gati të punojnë me emocionet e tyre, zgjohen të gjithë ata të cilët nuk gjejnë ma përshtatje me botën jashtë, nuk duan ma të ndjehen të frustruar, nuk dojnë ma të ndjehen thjesht sipërfaqësor, nuk pëlqejnë ma reklamat, nuk pëlqejnë ma publicitetet e jashtme, nuk pëlqejnë ma të ndjehen sipërfaqësor, të mendojnë që ka thot bota, por u japin përparësi emocioneve, fillojnë të punojnë me emocionet e tyre, fillojnë ta dëgjojnë veten, ta duan veten, ta respektojnë veten. Pra të gjithë këto persona janë të thirrur dhe të gjithë këto zgjohen shpirtërisht. Tani, pyetja lind që deri në çfarë faze mund të shkojnë, deri ku mund të shkojnë dhe çfarë mund të bëjnë. Kjo pastaj ngelet tek dëshira dhe nevoja e personave, ngelet tek pjesa se sa të gatshëm janë, ngelet tek pjesa që
deri në çfarë pike dëshirojnë që t'i japin përparësi shpirtit dhe sa e lejojnë atë që të ketë përparësi është tjetër çka, sepse shumë njerëz për shembull mund ta fillojnë zgjimin shpirtëror deri në një farë rrugë dhe aty ndjehen okay dhe tërhiqen, ose disa të tjerë që kërkojnë më shumë, pra këto tregojnë që janë ato të thirrurit. Për shembull, është pjesa që okay, ti po mëson diçka, por don edhe diçka më shumë. Ti po studion diçka, por studion diçka më shumë. Ti po lexon vërtet, po lexon një libër, por pëlqen të lexosh edhe një libër tjetër. Kjo është pjesa ku ti personalisht fillon të kërkosh më shumë. Pra, ti je lidhur me misteret, je lidhur me atë pjesën e brendshme. Pra, këtu tregon që ti nuk jep më përparësi egos, por je përparësi shpirtit. Po, kërkoj më shumë, fiks, faleminderit Valbona. Më shpjego të lutem, pse kur mendoj jo mirë për ndonjë person, më ndodh ndonjëherë ndonjë sherr. Sepse mendimet tona kanë forcë, sidomos kur ne i mendojmë me emocion. Nëse ti mendon për një person, për shembull që filani ose filania nuk e meriton të ketë këtë, ose nuk e meriton të ketë atë, ose është kështu apo ashtu, thjesht e ke mendu, por nuk e ke shpreh me zënë. Pra vetvetiu, sidomos duhet të keni parasysh diçka, sidomos njerëzit që kanë punuar dhe kanë kanalizuar bioenergji në trupin e tyre. Janë thjesht një kanal telepatie, një kanal energjie, një kanal i cili vetëm depërton. Okay? Pra, në këtë lloj pike ne lidhemi me një person sa do larg që t'jetë. Personat të cilët kanë kanalizuar bioenergjinë dhe kanë punuar me bioenergjinë nuk u lejo që të kenë mendime negative, sepse vetvetiu energjia nuk i lejon dhe ju jep këtë, deshe shkakti edhe pasoja. Në këtë rast pak me sherr. Por gjithmonë kujtoja vetes që unë nuk jam mendimi, unë nuk po e mendoj nga kjo. Ndoshta ti po mendon thjesht diçka që të është thënë, pra ta ka thënë dikush që ky person është negativ dhe ti thjesht po e ripërtrin tek vetja jote, po fillon ta kalkulosh tek vetja jote, por ti mos harro sepse ti po jep energji sërish. Pra, po e bën që të ndodh diçka që ty të mushet menja që ai person vërtet është i keq. Është kjo faza e refleksit pasqyr. Është pjesa ku ti është sikur pjesa që thot dikush mos mendo majmunin. Dhe ty automatikisht mendja të thot mendo çka dush veç majmunin jo, dhe ti në mendje direkt ke majmunin. Pse? Sepse vetvetiu mendja jon është ba, si thush, për qenë shërptor i shpirtit. Edhe faktikisht duhet të jetë shërptor i shpirtit. Por çka ndodh? Ne shpeshherë japim përparësi. Ne shpeshherë i themi, unë jam këtu, po të dëgjoj. Të them anulo, ky nuk është mendimi im. Këtë fjalën anulo e kam dëgjuar shumë, edhe për fatkeq nuk funksionon, ta them unë. Thjesht Mukades bën trekëndshin e reikit, vendosi te pjesa e kokës, ose tek pjesa këtu, ose thjesht thuj Zot, dua fuqinë tënde. Zot nuk është mendimi jam, është më e mrekullueshme. Kjo fjala anulo, ose po të shkëputesh kordonin energjetik, prap jam okay. Por këtë fjallën anulo e kam gjuar shumë, por ta them unë që nuk funksionon. Se po t'ishte aq e thjesht, duhet të dini diçka o njerëz, truri jo nuk është telefon. Nuk është telefon që ti ta shtypësh dhe të t'anuloj mesazhin apo thirrjen apo diçka. Truri jon është program. Truri jon është ajo pjesa ku ne e kemi programu, kemi ngjarjet jetës tonë, ngjarjet jetëve të tjera, kemi ngjarjet, traumat familjare, gjenetike, pra janë shumë sisteme aty.
Po t'ishte ka që thjesht sa themi anulo, imagjino se s'kemi nevojë të punojmë me asnjë mësues shpirtëror, asnjë mësues zhvillimit personal, dhe gjithë ditën ulën aty dhe themi anulo. Jo, e para që duhet bëni kur keni mendime negative, thjesht merrni frym, lejojeni ose kanalizojeni energjinë universale. Pra, nëse nuk keni një bioenergji të aktivizuar, thjesht thoni me veten, unë jam e lidhur me universin, unë jam e lidhur me Zotin, Zoti më pastron mendimet, Zoti më don, Zoti më udhëheq. Pra, bëni këto gjëra dhe lidhuni direkt me hyjnoren. Okej? Mu ka des të falenderoj jashtëzakonisht shumë sepse e kam mendu 2-3 herë që ta thoja këtë pjesë, por e kisha harru dhe unë. Dhe shqyqyr që ma the, sepse ma rikujtove që shumë njerëz ta dëgjojnë. Dijeni, truri jonë nuk është, si që thash, një telefon që ne të anullojmë mesazhet e gjanat. Truri jonë nëse regjistron diçka, atë të sjell. Gjithmonë kemi një krijues. Kemi një krijues i cili nuk është lodh duke na dhënë shëndet, nuk është lodh duke na dhënë jetë, duke na dhënë energji, duke na dhënë pasion, na ka dhënë gjithçka. Nuk e ka të vështirë ai të na heqë edhe mendimet. Nuk e ka as pak të vështirë të na rigjeneroj. Okej? Thjesht thojeni me bindje të plot. Thjesht lidhuni me hyjnoren, lidhuni me Zotin, me Krijuesin. Është e vetmja qenie, e vetmja energji që nuk lodhet kurrë me ju. Ta keni parasysh diçka dhe sinqerisht dua të jem jashtëzakonisht shumë e sinqert. Çdo mësues shpirtëror mund t'ju mësoj deri një farë pike. Pastaj është pjesa ku ju automatikisht do filloni me veten. Por nëse besimi juaj rritet, nëse besimi juaj fuqizohet, nëse ju ndjeni 24 orë të lidhur me Krijuesin, me energjinë, ju asnjëherë nuk jeni vetëm. Gjithmonë ndjeni plot, gjithmonë jeni gati të eksploroni, gjithmonë jeni pro gjithçkaje. Okej? Jeni të shëndetshëm, keni jetë gjatë, keni harmoni, keni gjithçka që ju dëshironi. Pra arrini në një pikë ku ju thjesht folni dhe manifestoni. Nuk e keni më nevojë që të uleni, të shkruaj 5x5, 7x7, që janë këto gjanat. Thjesht e flisni me bindje, përjetoni emocionin dhe ju manifestoni gjithçka që dëshironi. Mos harroni se pasuria është diçka që ne na duhet dhe është shumë e nevojshme, por është thjesht në këtë dimension. Nëse ne rritemi shpirtërisht dhe kalojmë në për dimensione tjera, duhet ta dini që as telefonat, as shtëpiat, as lekët nuk na hyn më në punë. Sepse dimensioni i Zotit nuk i njeh këto gjëra. Nuk i njeh. Nëse ju bëni një udhtim astral për shembull, që më ka ndodhur dhe mua, vetëm të shkoj mendja që wow, të kisha një telefon që të bëja një foto, ju do ktheni në trup fizik. Faleminderit ty Rut. Prandaj, i vetmi gjë që duhet keni parasysh, kujtoj mamën teme, biles e ka shprehje shumë herë, por e ka shprehje gjithmonë situata të vështira, ku thot, unë tokë e Zotin qiell. Okej? Pra kjo tregon që në realitet ajo nuk ka pritshmëri. Okej? Nuk ka pritshmëri, por se sa e vetëdijshme është, nuk e di. Okej, unë e di se e kam mam, por po them për personat për shembull që mund ta përdorin, nuk e di sa me bindje e thojnë. Dhe realisht, nëse duam t'i bëjmë një shpjegim spiritual, kjo është një gjë fantastike. Sepse sytë tonë janë sytë e Zotit. Shpirti jonë është vetë burimi. Trupi jonë fizik është ai që duhet t'i përshtatet mendimeve, duhet t'i përshtatet shpirtit. Dhe gjithmonë shpirti realizon qëllimet e tij më të bukura dhe më të mrekullueshme kur është në bashkëpunim me mendjen. Sepse ne dim, shpirti nuk flet, por shpirti ndjen.
Nëse shpirti ty të thot, kjo është gjë e mrekullueshme për ty dhe mendja thot, a thua është gabim? Kë dëgjon ti? Kush është më e vlefshme për ty? Pra gjithmonë duhet ta fusni veten në disa pyetësore shumë të thella. Unë çdo ditë e bëj praktik me veten, çdo ditë zgjedhi 5 pyetje. Për shembull, çfarë realizova sot? Diçka të bukur. Çfarë mësova sot? Diçka të re. Çfarë më dha forcë? Kë bëra të lumtur? Dhe kur mendoni që ke bët të lumtur, mos futni gjithmonë fëmijët, sepse kjo tregon që jeni egoista. Mos fut gjithmonë bashkëshortin ose bashkëshorten, sepse familje nuk e ku shkon pa e bët lumtur, por gjithmonë fut një person nga jashtë, për shembull kujt i buzëqeshe, ose një kamarieri të cilët i ke lënë një bakshish, pra e ke bët lumtur te kjo pjesë. Okej? Gjithmonë duhet ta keni parasysh këtë pjesë. Nëse ju doni që me veten të ndjeni pak paqe, filloni të keni ca pyetje më të thella. Ke bërë të lumtur sot? Ku i kam dhënë dashuri pa kushte? Kë kam përqafuar sot? Pra janë disa pse ose disa pyetje shumë të thella, por janë shumë të rëndësishëm. Kë përqafova? A e kuptoni që nga njerë ne harrojmë përqafojmë veten, harrojmë përqafojmë të tjerët, dhe pastaj ankohemi pse burri ose gruaja ose fëmia nuk na dha dashuri. E thash dhe njerë, ti ke nevojë për veten tënde, ti duhet ta përqafosh veten, ti je mirënjohës për veten, dhe të gjitha të tjerat të vinë nga mrapa. Por nëse ti i pari nuk e bën, ti harron të përqafosh veten, ti harron të përqafosh mendimet e tua, të përqafosh dashurinë që ti ke. Pastaj ankohemi pse nuk po gjej një të dashur ose një të dashure e cila më jep dashuri. Po si mundesh ta gjesh kur ti ke harru të dashurosh veten, të dashurosh qelizat e tua, të dashurosh shpirtin tënd? Djalit tim i kam dhënë dashuri pa kushte. Naxhi, bravo, shumë mirë. Nga njerë e thash edhe më lart, nga njerë shpeshherë duam që dashurinë, buzëqeshjen, harmoninë, lumturinë krejtat ju japim më shumë familjarëve, por mos harroni se dikush nga jashtë ka më shumë nevojë se familjarët tonë. Familjarët tonë nga njerë i kemi në kontroll, dhe mund t'ja japim edhe në darkë edhe mëngjes edhe kur duam ne. Por dikush nga jashtë ndoshta nuk ka arrit që ta marri, nuk ka qenë aty. Dhe kjo buzëqeshja jote ose dashuria jote që ti mund t'ja kesh dhënë ose thjesht një përqafim të cilën ti e ke ndje, një personit mund t'i ketë ndryshuar jetën, ose diçka që ti thjesht i ke dhënë një këshill të vogël, ose i ke thënë sipas meje, unë mendoj kështu, personi tjetër është ndjehet ndryshe. Ose kur ti e ke bë që personin tjetër t'i japësh motivim, duke i thënë unë besoj tek ty. Unë jam këtu për ty. Gjithmonë merrni një laps dhe një letër dhe filloni t'i flisni vetes, ke bërë të lumtur sot. Kujt i kam dhënë dashuri pa kushte. Për kë jam lutur sot? Për kë? Kujt kam vendosur t'i jap pak motivim sot? Të përkra dike. T'je mirënjohëse për dike. Pra gjithmonë janë ca gjëra shumë të vogla, janë ca gjëra shumë të lehta, janë ca gjëra që neve na bëjnë njerëzor. Prandaj e thash, nëse unë pyes tani se cilin nga ju për kë jeni lutur sot, dhe ju të gjithë më thoni për fëmijët, më fal, sa fëmijë kanë botë që po duan lutjen tuaj, duan energjinë tuaj, duan dashurinë tuaj. Nëse unë them, kujt i keni dhënë dashuri pa kushte, dhe të gjithë më përgjigjeni fëmijëve, bashkëshortit, bashkëshortës, më thoni sa njerëz ka jashtë familjes që i dëshirojnë këto gjëra. Okej?
Çfarë të mirë ke bo? Sikur edhe 10 cent, nëse e keni heq nga portofoli juaj dhe e keni dhënë dikujt. Nuk është e rëndësishme. Nuk është e rëndësishme nëse është 10 cent, nëse është 50, nëse është 100. E rëndësishme është që ju ta keni bë me zemër. Kjo na bën njerëzor. Okej? Për të gjitha krijesat e Zotit unë lutem çdo ditë, bravo Mukades, super. Kjo është e mrekullueshme. Kjo është ajo pjesa ku neve na bën njerëzor. Mos harroni që lutja është gjëja më e fuqishme dhe gjëja më e mrekullueshme nëse ne e themi me zemër. Lutja arrin të ndryshojë çdo qelisë të trupit tonë. Përmes lutjes njerëzit shërohen. Mos mendoni që lutjet e juaja do ngelin pa përgjigje. Çdo lutje, kur ju jeni gati, ju merrni përgjigjen. Kur ju jeni pranues, merrni përgjigje. Pierina, shumë faleminderit të dashur ty dhe jam shumë e gëzuar që je këtu. Saron rri në shtëpi, rrallë dal, rri me djalin, me familjen. Okej, Naq, jam shumë e lumtur, duke ditur situatën tënde, të kuptoj shumë mirë. Por mundohi edhe për shembull ju që keni shoqe, që jeni bashkë në udhtim shpirtëror, jeni bashkë në udhtim personal etj. Mundohuni që çdo mëngjes ose çdo darkë t'i shkruani një mesazh, thjesht t'ia kujtoni që e doni, t'ia kujtoni që jeni këtu për atë. T'ia kujtoni që ju po jepni dashuri pa kushte. E nëse personi tjetër nuk jo kthen, punë e madhe t'i bëj tanën. Paktën kur të bësh këtë liste në darkë, ta kesh një person t'i cilit i ke qenë mirënjohës për sot, i ke thënë faleminderit, i ke thënë të dua, i ke thënë të dashuroj, mjafton. Mos kërkoni gjëra të mëdha. Jeta është kaq e thjeshtë, është kaq e mrekullueshme kur ne jetojmë në thjeshtësi. A e dini që vetëm njerëzit i komplikojnë gjërat? Vetëm kur futet në rol mendja komplikohet gjithçka. Unë i jap gjithmonë kur shikoj ndonjë njeri në rrugë, bravo Naq. Okej, super. Kjo është ideja. Nëse ne çdo ditë do jetonim vetëm duke dhënë dashni, duke dhënë mirësi, duke dhënë pa kushte flas. Mos prini diçka në këmbim, thjesht i jepni. Nëse personi është gati ta pranojë, do ju jetë ai mirënjohës ju. Nëse personat nuk janë gati ta pranojnë, nuk ka problem. Ne jemi këtu shërbëtor njëri tjetrit dhe le ta bëjmë shërbimin në mënyrën më të mrekullueshme. Atëherë, jam shumë e lumtur që bashkë bisedoha, sepse dola dhe pak nga tema, por është e bukur edhe kjo. Atëherë, duhet të ndalem tek pjesa që pse bota po duket si një vend i pasigurt. Pse njerëzit po jetojnë pak në këtë kaosin. Jo do vi lufta, jo do vinë viruset, jo do vi kjo, jo do vi ajo. Për sa kohë që ne kemi emocione të shthurura, emocione të pashëruara, emocione sabotuese që i kemi marrë ose na janë dhënë, ne gjithmonë do besojmë në këto gjëra. Ne gjithmonë do ju japim fokus. Ti gjithmonë kape kush po flet, për çka po flasin. Pse bota mund të jetë diçka e pasigurt? Kush e tha që është e pasigurt? Kush e tha që bota po shkon drejt fundit? Jo. Thjesht në botë sot disa plag po dalin sipërfaqe. Disa dhunë, mos mendoni që janë vetëm sot, sepse nëse hym ka shumë luftra të cilat kanë ndodhur dhe janë fshehur, ka vrasje që kanë ndodhur dhe janë fshehur, ka pedofilat të cilat e kanë bërë pjesën e përdhunimit dhe është fshehur. Sot në botë po dalin të gjitha parasysh. Pra nuk është luftë. Kjo është pjesa ku ti çfarë i beson. Kujt ti i jep fokusin. Pse duhet që fokusi jot të shkojë gjithmonë do vi luftë, do vi virus, do vi luftë, do vi virus. Kujt po jep energji? Pse po jep energji? A ja vlen që këto gjëra ne ti mendojmë? Jo.
Edhe nëse ndodh në të gjithë botën, kur ti je mirë emocionalisht, kur ti je pranues tek emocionet e tua, kur ti je i shëruar tek emocionet e tua, ti je i paprekshëm. Ai krijuesi atje lart nuk lejon që të preket ty diçka. Nuk lejon që gjërat ty të shkojnë për mbrapshti. Edhe nëse ti lejon si një sfidë të momentit, si diçka që ti mund ta shërosh, sepse ai e din fuqinë tënde, e din misionin tat. Okej? Faleminderit e dashur Sara, na dhurove shumë dashuri mes nesh. Limoza, faleminderit ty dritë. Unë Sara, kur i jap lek, them i jap sa ka danë në emër të Allahut për shërimin e djalit. Okej, jam shumë e lumtur për ty, bravo të qoftë, por gjithmonë thjesht i jepi, mos thuaj për çfarë. Okej, sepse ti kur thua për çfarë, ti thjesht po kërkon shkëmbim, me pak fjalë, se po më vjen edhe keq me ta thonë, por ti po kërkon shkëmbim, mi jap, të mi jepet. Jo, ti thjesht i jep dhe thuj, unë e jap për krejt mirat, e jap pa kushte. Bravo Ruth, bravo Ruth, por nuk duhet. Nëse ti vendos të japësh diçka qoftë edhe 2 euro, edhe 10 euro, edhe 500 euro, thjesht i jepe. Jo për diçka, thjesht i jepe. Ibadete, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Atëherë, kur ne jemi të zgjuar shpirtërisht, dhe këtë jo u them me bindje të plot, nuk i japim ma fokus dhe energji luftës. Nuk kemi kohë ma të merremi me kaoset e botës, por jemi të fokusuar tek vetja. Është si ajo pjesa kur është një barcolete, cila thot, e i shiko, thot se ka ra ujku filan fshat, dhe personi thot, po mirë mërtha, larg fshatit tim. Por e shiko dhe se ka ra në fshat, po mirë mërtha, larg lagjes time, ore të karam lagje, po mirë mërtha, larg shtëpis time, ore të ram shtëpi, po mirë burë, tha, larg meje, tha në fundit. E keni parasysh, është e njëjta gjë. Gjithmonë duhet ta kuptoni që në disa raste ne jemi të padepërtueshëm. Nëse keni vënë re, për shembull, nëse ne japim energji kaosit, luftës, i japim energji viruseve dhe ngjarjeve që po ndodhin, në mënyrë të pakuptueshëm, në moment që ne hapim telefonin, shikojmë më shumë. Pse? Sepse fokusi jon dhe energjia jon po shkon pikërisht në këtë. Dhe çfarë do ndodh? Ti mendon që më shumë po rriten, por thjesht ndrysho fokusin. Fillo ta shikosh veten dhe të thuash që gjithçka që po ndodh për një arsye. Siç e dim, janë ba bullizime, janë ba vrasje, janë ba shumë gjana, aksidente, tjerë, të cilat më përpara janë fshehur, sepse nuk kanë qenë këto rrjetet sociale. Nuk kanë qenë shumë ngjarje, të cilat ti transmetonin, të flisnin për to, tjerë. Sot gjithçka po bëhet bisedë televizive, prandaj neve na duket që janë shumë. Sot thjesht po shpalosen para syve tonë. Diçka që ka qenë e kalbër, thjesht po del lart. Por, ju gjithmonë kujtojeni vetes, a ja vlen që unë t'ja fokus diçkaje të kalbër, diçkaje që nuk ka jetë, diçkaje që nuk e dia do ndodh as do ndodh, po edhe nëse ndodh, punë e madhe. Sa njerëz në kohë të Covidit kanë vdekur nga frika? A ja vlen t'jetohet me frikë? Gjithmonë boja pyetje vetes, deri kur do t'jetosh me frikë? Sa energji po jep frikës? Sa herë don ti që ta përjetosh frikën? A e dini që nëpërmes frikës ne shkatrojmë zemrën, frekuencat të cilat lidhin zemrën tonë me orën universale. Atje në univers, tek Zoti, zemra jonë është si një orë që bën tik tak, tik tak, tik tak. Dhe ju duke i dhënë frikë dhe fokus diçkaje që nuk e dini a do ndodh, ju i hapni.
ju i prishni këtë frekuenca, ju i largoni këtë frekuenca. Pastaj vjen puna që shumë njerëz kanë probleme me zemrën, po kanë, sepse nuk janë harmoni. Fix Root, sot është koha e shpalosjes, pra thjesht këto gjëra po na shpalosen. Por nëse ne jemi shpirtëror, nëse ne jemi të përqendruar tek e mira, pse po e flisni, pse po jepni fokus, pse po e mendoni, pse po e lejoni, pse? Pra janë shumë gjëra që na shkojnë me pse. Dhe dikush thot, pse nëse ka gjetë Einstein, lere mo ta gjej unë, ma ka thonë dikush, edhe biles më ka bo me qesh. Po, Einstein e ka gjetë, dhe të gjithë nga ne jemi një Einstein. Të gjithë nga ne nëse nuk dim me ba punën tonë, nëse nuk dim me kalkulu tek vetja, nëse nuk dim me riparu dhe me menaxhu diçka tek vetja, atëherë nuk ja vlen që shumë gjëra ti kemi në rrugë të mbarë, si thojnë një fjale. Sepse, si që i thojnë, gjithë shka ndodhë për një arsye, por e para duhet të gjesh arsyen pse po ndodhin. Bravo ndaj të shkruajta për një përgjigje të saktë, ashtu kam dëgjuar, i e madhe Sara. Faleminderit Naxha. Si mund të këshillojmë një të moshuar që të mos ketë frikë? Shumë e bukur kjo Rut. Atëherë, si moshuari, si riu, si kushto, por pak me këto të moshuarit është pak ma problem, sepse mendojnë që okej, unë jam 60 vjeç, unë jam 70, unë jam 80, unë jam... Sidomos këto shqiptarë tonë që përdorin një shprehje shumë pa lidhje që jam me një kam tokë, edhe mendojnë që çdo ditë do vdesin dhe çfarë bëjnë, fillojnë duke vetë sabotu veten, duke dhënë sugjestione vetes, duke dhënë mendime negative, duke u vetë sakrifikuar në diçka që nuk është reale, dhe fillojnë të smuren, fillojnë të kenë mendime, fillojnë të kenë dridhje, fillojnë të kenë emocionet pa përpunume, fillojnë luhatje të ndryshme. Por si mund t'i këshillosh? A e din se nga njerë duhet t'jemi shumë direkt me disa njerëz. Ti mund t'ja u thush larg e larg, mund t'i thush që frika nuk ekziston, frika është mendjen tënde, mos e ushqe frikën, gjithçka që po të ndodhë është pjesë e frikës, sepse ata as nuk e kuptojnë që tensioni i lartë, aritmia, veshkat u ndodhin pikërisht nga frika. Dhe kjo është më e keqja. Pra as kaq nuk e kuptojnë. Dhe ti sado që u jep këshilla, prapse personat e tillë nuk janë bindës. Nga njerë duan që disa gjëra t'i dëgjojnë nga të tjerët, jo nga ne. Atëherë, si që po thoja, është diçka për shembull që unë e kam shumë shpesh tem me mamin tim, sa herë që më thot, po ndjej këte, kam këte, po bëj kështu, po bëj ashtu, gjithmonë ja jap këshillën. Dhe më thot, okej, është pranuese, i pranon. Dhe kur ja thot dikush tjetër, ose kur ja thot doktori, thot, fiks ajo që më theti, thot ishte. Unë jam 59, po ja ku jam bashkë me ju. Mu ka dez, nuk janë krejt. Okej, vazhdoj me meditimin. Okej, shtrihuni ose gjeni një vend të përshtatshëm. Okej, mbyllni syt. Merr frymë thellë. Dhe nxirre frymën ngadalë.
Me çdo frymarrje trupi yt po reagohet. Marrim sërish të frymë thellë dhe nxirre frymën ngadalë. Me çdo frymë që ti merr dhe çdo frymë që ti nxjerr, trupi yt po rehatohet, relaksohet. Supet po bien, nofullat po zbuten. Ti nuk ke asgjë për të bërë, asgjë për të rregulluar. Imagjino sikur po heq rrobat një dhe nga një, jo rrobat fizike, por rolet. Dhe në këtë momente, heq rolin e fëmijës që u përpoq. Heq rolin e partnerit që u sakrifikua. Heq rolin e atij apo asaj që duhet të ishe i fortë apo e fortë. Me çdo rol që bie, ndjehesh më e lehtë. Tani ndodheni në errësirë. Kjo errësirë është vendi ku ti linde. Aty dëgjon një zë. A je gati të mos jesh më ai apo ajo që të mësuan të jesh? Nëse ndjen frikë, lejoje. Frika është porta. Është porta e zgjimit. Është porta që ndez një dritë nga brenda gjoksit tënd. Jo jashtë, por brenda. Ajo rritet, përhapet. Është drita e vetë dashurisë. Është drita ku ti ndjehesh e çliruar. Është drita ku ti vendosësh që mos të marrësh disa role. Por vendos që ti heqësh të gjitha. Ndjeje lirinë, çlirimin, ndjeje emocionin që të jep kjo dritë dhe kjo ndjesi. Ndjeje këtë në çdo qelizë. Ndjeje që ti je dikush tjetër, ti je vetja jote e re. Vetja jote e përmbushur.
dhe dal nga dal, kthehu në trup fizik, duke marrë me vete qartësinë dhe besimin. Dhe kujtoja vetës që ti do të jesh i njëjti njeri, i njëjti shpirt, por i tjetërsuar, i qelur dhe i pastër. Merë frym thellë, liroje nga dal, dhe kur të ndjeni gati mund t'i hapni sytë. Okej. Faleminderit ty, Ruth. Ska gjo mirë, bon. Pierina, faleminderit ty. Lola, faleminderit ty. Atëherë, goca dhe quna, ju faleminderit të gjithë që ishit këtu. Faleminderit tuj mamet, Rut, thuj shumë faleminderit, Zotit Ruj, thot. Mukades, faleminderit ty shpirt. Atëherë, për live-in e radhës do ju njoftoj patjetër. Dhe takojemi së shpejti, ju dua fort, ju falenderoj të gjithave, jeni shumë të mira, dhe natën e mirë, fjeqe rehat dhe gjumë të ëmbël. Faleminderit ty, Naxha. Hajde, natën e mirë për të gjithë.